disa meshkuj kanë gjoks femrash, kanë një gjoks madh. Çfarë lidhje ka testosteroni apo hormonet e tjera? Dikush më thotë që po jam nisur për vajzë, po do la djalë. Jo. Testosteroni... Pra nuk është shëndet, por që kanë gjoks të zhvilluar. Është hormoni testosteronit ka degeneruar në një hormon tjetër, në estradiol. Kjo tashin nuk është më masë muskulore, por është depozitimi një dhjami, ashtu si që depozitohet dhjami në pjesën e barkut, po ashtu depozitohet edhe tek gjoksi. Por estradioli tek kjo kategori njerëzish del e lartë. Si mund ta eliminojmë këtë gjë? Për shembull, nëse do bëjmë një dush, për shembull, në fund të dushit me ujin e nxehtë, i kalojmë trupit 10-15 sekonda në ujë të ftohtë. Kjo diferencë... është një lloj shoku për trupin, por që është i shëndetshëm edhe për trurin, rigjenerojnë qelizat. Por është i shëndetshëm, pra fillon trupi ta mbledhi veten, ta rimarrë dhe ta riorganizoj vetveten. Edhe njëkohësisht lëkura e barkut fillon të kurret kështu në mënyrë uniforme dhe të menjëhershme, të trashet që edhe i ftohtit mos na depërtojë nëpër organe. Ndaj edhe mblidhet për të mbrojtur. Trupi mblidhet, por kjo diferencë ndryshimi e temperaturës, trupi jep komandën që truri dhe mëlçia pa tjetër të rrisin temperaturën e brendshme, duke marrë yndyrën, dhjamin e duke e kthyer në energji. Pra kjo ndodh kur nga i nxehtë kalojmë në të ftohtë, apo nëse gjithë procesin e larjes ta zhvillojmë me ujë të ftohtë, sepse efekti besoj është kur është larje me ujë të ftohtë është një konstante. Kur kemi ndryshime, kjo është e mrekullueshme. Atëherë fillon të kurja. Patjetër organizmi sikur 2-3 gram, 5 gram dhjam do i marri ti djegi në çast për të mbrojtur. Po patjetër dhe këtë veprim e kryen mëlçia për të mbajtur temperaturën e trupit, se ne po e ulim për shembull nga 38, po e quajmë që është ujë i ngrohtë, po e çojmë në 20. Atëherë ky ndryshim duhet që organizmi t'i kundërpërgjigjet me një... Pra ai reagimi që ne bëjmë nga i ngrohti ose i vakti në të ftohtë është i mirë dhe për trurin, ju thatë, apo jo? Po nuk diskutohet, por estradioli nëse ka filluar që të rritet, dhe gjokset ka burra që ju varen shumë kështu dhe tunden si të grave, atëherë këto gjokse do fillojnë të rrudhosen dhe estradioli do fillojnë të zvogëlohet në përqindje. Që do të thotë, dashur pa dashur, organizmi do fillojnë të na rrisi pak testosteroni. A ka lidhje dhe pjesa e qimeve tek meshkujt me nivelin e testosteronit, pra mund të bëhet një dallim i tillë? Meshkujt që janë një femër që, si thua, ka shumë qime në fytyrë, në veçanti mjekra dhe mustaqa, e ka testosteronin të ngritur. Pra për te niveleve që duhet të ketë një femër? Mbi atë që thash, mbi 70 nanogram për decilitër. Kjo është e prirur që të ketë kështu mustaqe dhe mjekër. Ndërsa, një mashkull për shembull që nuk ka qime, duhet ta ketë testosteronin të ulët. Pa diskutim. Është pra edhe dallueshme në paraqitje. Po patjetër, pra nuk na ndikon estradioli në këtë rast, por estrogeni. Pra është ulur, është transformuar testosteroni në estrogen. Dhe këto qimet fillojnë të na rrallohen kështu. Fytyra merr një pamje femërore kështu. Edhe lëkura bëhet tamam e lëmuar dhe butë si e femrës. A mund të jetë e trashëguar kjo pjesa e niveleve të ulta, apo vetëm faktorët e jashtëm ndikojnë? Po nuk diskutohet që mund të jetë e trashëguar. Pa diskutim që mund të ketë lidhje, por më së shumti, unë them që njerëzit ja bëjnë vetes. Se ja dakord, po unë i pyes nga njerë kështu, sa vëllezër dhe motra e juve, dhe thot ai 5, 6, 7. Do me thënë që prindrit e tij kanë patur probleme me fertilitetin. Hiç fare. Ndërsa në ditët e sotme fertiliteti për shkak të shumë faktorëve që u përmend edhe këtu pjesa e konsiderueshme. Pra jemi në rrugë drejt një infertiliteti.